ky si piktor, ky me këtë ka treguar vetë që mos të mburret kot, sepse atë zanatin e tij si piktor ta tregonte në shërbim qytetarëve. Një kjo. Ky do të basketbollist. Dakor. Po ta kishte pasion në shpirt edhe ta kultivonte te fëmijët, te rinia, te qytetarët. Po si ka mundsi ky i prishi tëra fushën e sportit? Zgjeni fushë sporti. Po Calcedo ka private. Po ti Michigan fushët e sportit janë pa fund, janë me qindra, janë publike. Edhe jo thjesht kështu fusha me dhe, po me bar, që i shërben pushteti vendor, bile vaditen, ujiten, me stacione pompimi, por edhe me drita natën. Tamam si stadiumet që kemi neve. Bile edhe në plazhe që janë parqet, ka pa fund fusha sporti. Atë ku i ka këto? Lemë pastaj të flasim, në për shkolla kanë bërë fusha sporti. Jo, ta bësh në lagje ti. Se fëmijët mas shkollës vjen në lagje. Ku do lozin fëmijët? S'kan ku lozin. Se ky ato hapësirat midis pallateve, ky i ka zënë, o i ka dhënë kafeneve, o dyqaneve, ose ka ngritur pallate. Atëre ku e tregon këtë që pasionin e tij si basketbollist, si sportist, ku i ka? Ku ja interpreton këtë? Se ky qoftë për pikturën, për lulishtet, për parqet që s'ka, por edhe për sportet që s'ka. Atëre çfarë bëjnë fëmijët? Me çfarë edukohen? Edukohen me celular. Dhe e fundit, ky thot, kam qenë ministër kulturë unë. Dakor. Çka ka treguar ky? Se këtë kulturën e ka pas pasion, jo profesion, në kuptimin fitimturës. Ky edhe ku ka qenë ministër kulturë, edhe tani që është kryeministër, ne shohim, dëgjojmë që ky vën shpenzon për restaurimin e kalave, e kishave të kulturës mirëvjeçare, harxhon qindra milion euro në vit. Dakor. Tashi, dakor, le të harxhojë për kulturën. Atë kulturën e vdekur, e kaluar, që do shërbejë edhe të ardhmes. Po ky duhet shpenzojë për kulturën e fëmijëve që janë sot, e fëmijëve, e të rinjve, e qytetarëve. Po që ta bëj këtë punë ky, që se ka bërë fare, ky duhet shpenzojë. Ku janë bibliotekat në lagje që s'janë? Ku janë qendrat kulturore që të merren fëmijët të aktivizohen mbas dite? Pse s'ka? Ku janë klasa sportive në për shkolla? Ku janë ato kurse të ndryshme në për shkolla që të bëhen për teatrin, për baletin e për tjera, domosdoshmë siç kanë qenë? Pse nuk shpenzon ky për to? Tjetër, mirë nuk ka ngritur as qendra kulturore, as biblioteka. Po aktivitete në përlagje pse s'bëhen? Pse s'bëhen aktivitete qoftë kulturore, qoftë sportive, të bëhen në lagje, midis kopsheve, midis shkollave, midis institucioneve, të bëhen në përlagje. Ti jepet shfaqje. Unë kam parë në Michigan që çdo javë bën koncerte dhe me vallëzimi me personistët. Në Lulishte ka vende të caktuara atje me podiume me gjitha, edhe të planifikuar, falas kuptohet për personistët. Organizon pushteti vendor. Pse nuk bën ky? Pra duke pas aktivitet sportiv dhe kulturor në për shkolla, në për institucione, kuptohet që ata do aktivizohen, do vjen dhe për plagje, do shëtisin. Falas kuptohet e punë. Edhe për gjallërimin e jetës kulturore, edhe njerëzit mund të rrinë për kafene. Ç'është jo kafene. Edhe tjetër, flasim për personistët, kanë ngelur te 200 euro, ajo është për turp i madh, kjo tregon që s'ka vizion. Nuk ka vizion, ta tallen, ta i konsiderojnë robër lufte. Po mi mos i s'hap një klub, bibliotek për personistët. Si mas kuptohet, si mas sasisë atyre, jo, në plagj sa për numër. Aty të ketë libra, të ketë gazeta, të ketë revista, të ketë televizor, të ketë shat, domino, që të kaloj personistin në mënyrë kulturuar. S'ka as kjo. Atëre, për çfarë punon ky? Për çfarë punon? Detyra e qeverisë dhe bashkisë nuk është t'i japi firmat oligarkëve të ndërtojnë kulla 100 kaçe. Ato janë kompetencë e atyre, është e drejtë atyre. Po detyra e qeverisë dhe bashkisë është që ta zbukuroj jetën e qytetarëve. Pra, mos të mendoj për lulishtet, për parqet, për stolat, për tavolinat,
Jo të ullën stola, i kënaqet se në buz lanës ka stola. Kush rritë ato stola? Vjen plurin surrat, po pse s'ka lulishte që tjetë dhe tavolin, që të rinë njerëzit ballë për ballë një tjetri, jo të rinë në stol, do një qoshe, të rinë sikur janë të burgosur, apo të internuar. Pra s'ka koncept, nuk ka gjikundi, sepse nuk shojnë nga bota se si është. Në Michigan, në këtë detim, është një përsosmëri e çfarë them. Unë i kam të regjistruar këtu në celular me mira video dhe foto. Që tregojnë se si atje pushteti vendor punon në shërbim të qytetarëve vet, kudo ku ata jetojnë, jo thjesht në qendra, po edhe mira kilometra larg nga qyteti më i madh që është Detroiti. Po kështu. Edhe një tjetër e fundit fare është çfarë thotë ky Tirana zbukuruar. Çfarë Tirana? Është shkretuar Shqipëria dhe kanë ardhur gjithë Tiranë. Kurse në Michigan, edhe jo në Michigan, po edhe në gjithë Amerikën, kryeqytet të shteteve në Amerikë nuk janë qytetet më të mëdha, përjashto Washingtonin e New Yorkun. Atje në shumicën tërmuese janë qytete të vogla. Për shembull Michigani, qyteti më i madh është Detroiti, me rreth 600.000 banor. Kurse kryeqytet është një qytet i vogël me 100.000 banor, Lansing. Atje janë instaluar të gjithë institucionet qendrore të shtetit dhe funksionojnë atje. Edhe nuk janë mbledhur gjithë në Detroit, siç kanë mbledhur këtu. Ndërto kulla këtu, ministria këtu, mbushur ajo. Po njerëzit ku do punojnë? Në majtë kullave do punojnë. Pra s'kan menduar. Atje në Michigan, edhe 1000 kilometra atje është larg qytetit më të madh, Detroit, atje ke punë, ka trafik thotë ky. Shikoj si ka zgjidhur ai Michigani. Ky ka mbledhur gjithë spitalet, i ka mbledhur te QTU-ja atje. Gjithë makinat e gjithë rrethet do vinë atje do urojnë qendrën. Michigani si ka ashtu? I ka në autostrada institucionet mjekësore etj. Zoti Dyshniku, Edi Rama u ka bërë thirrje emigrantëve që jetojnë dhe punojnë në Greqi që të dërgojnë zarfet me fletët e votimit deri ditën e premte. Si mendoni, ç'është ky nguti Edi Ramës për të bërë një thirrje të tillë dhe çfarë ka bërë deri më tani Edi Rama sa i përket emigrantëve që jetojnë dhe punojnë në Greqi, apo është interesuar vetëm për votën e tyre? Po ai se ka problem, shiko, kjo është pjesë e propagandës. Ai zgjedhjet i ka të fituara, nuk diskutohet, i ka të marra. Por unë mendoj se ai nuk do të arrijë dot 70 deputetët. Këtë radhë. Situata politike dhe ndërgjegjësimi i njerëzve është ndryshe. Por nëse ky nuk do bënte ligjin mbi listat e mbyllura, ai do kishte marrë valixhet. Po këtu faji është i Sali Berishës që bashkë me Edi Ramën e kanë tradhtuar popullin shqiptar. E pushkatuan demokracinë. Prandaj të dy këto partit populli shqiptar duhet t'i abandonojë, sepse e kanë tradhtuar edhe gjatë 35 vjetë, po tani i dhan vulën e fundit, e pranuan haptas që janë armiq të popullit shqiptar. Prandaj duhen votuar partitë e reja. Edhe për mendimin tim, Lëvizja Bashkë është e para që duhet votuar.